كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الآنام بشوقه صلوا عليه وآله. Për të folur për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, për cilësitë e tij, pra dhe etikën e tij dhe estetikën e tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i pastër. Bile thot në lidhje me estetikën thot vishni rrobën e bardhë sepse është një rrobë pra e mirë dhe e bukur. Pra e bardha ka pastërti. Pra na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ne të veshim rrobën e bardhë. Rroba e bardhë simbolizon pastërtinë, të pastrën. Po ashtu përmes mënyrës se si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qoftë edhe me abdesin, qoftë edhe me gusulin, qoftë edhe me pastrimin e dhëmbëve, në përdorimin e mizvakut ose të furçës, ai është furçë natyrale faktikisht. Por pejgamberi alayhis salam thot do t'ju urdhëroja thot për pastrimin e dhëmbëve thot në çdo namaz thot do t'ja kisha bërë si thuash obligative pjesë të namazit, pjesë faljes pra. Thotë, por duke parë se mund t'ju rëndoja me këtë gjë, atëherë e kam lënë. Pra, mizvakun, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas përdorur dhe kur përshkruaj, si thuash, cilësitë e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, dhëmbët e tij e bardha si ruaza, dhe fytyra e tij e qeshur, rroba e tij e pastër. Pra që të gjitha këto i kanë dhënë frymëzim muslimanëve dhe muslimanët çfarë kanë bërë pas pejgamberit alayhis salam? Me frymëzimin që e kanë marrë nga Kurani famlar dhe nga profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam kanë ngritur një qytetërim